Në ambientit e shkollës profesionale teknike në Korçë është inauguruar një laborator i ri informatike, i pajisur me kompjutera laptop, si pjesë e investimit të realizuar nga Këshilli i Qarkut Korçë. Ky investim synon të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies dhe të krijojë kushte më bashkëkohore për zhvillimin e aftësive digjitale të nxënësve. Kryetari i Këshillit të Qarkut dhe drejtoria e shkollës theksuan rëndësinë e investimeve në arsimin profesional, si një mënyrë për të përgatitur të rinjt për tregun modern të punës dhe për t'i pajisur ata me njohuritë e nevojshme në fushën e teknologjisë dhe informatikës. Bashkëpunimi i fundit është ky laborator, i cili, si kundërpam edhe nga prezantimet që bën të rinjt e kësaj shkolle, me të paktën 2 programe që ata kanë modeluar të themi, i cili i pari më ka bërë shumë përshtypje, i cili ishte Këshilli i Qarkut 360 gradë, i cili mundësonte hedhjen dhe zgjidhjen e problematikave në çdo pozicion të qarkut, dhe jo vetëm të problematikave, por problematika nga më të ndryshmet, tregon që ne kemi bërë investimin e duhur dhe këta të rinj me mënyrën të cilën po inqasen teknologjisë, drejtimi etik dhe inovacionit, pa diskutim që ardhmja jo vetëm e tyre, e shkollës, po edhe e Korçës dhe Shqipërisë që e sigurt, pasi shohim të rinj të cilët kanë dëshirë për të mësuar, dëshirë për të ecur përpara. Proteko, kështu e kemi quajtur investimin në fundit bërë nga Këshilli i Qarkut Korçë për shkollën profesionale teknike. Një mjedis i dedikuar nxënësve të shkollës profesionale teknike për të realizuar punët e tyre. Një mjedis i cili është në funksion të nxënësve të cilët nuk kanë mundësi për të realizuar detyrat e tyre në shtëpi apo në mjedise të tjera. Një mjedis që gjithashtu do të përdoret edhe për realizimin e orëve mësimore në shkollën tonë. Këshilli i Qarkut ka investuar në këtë laborator duke mundësuar mobilimin dhe pajisjet digjitale për funksionimin e këtij ambienti. Laboratori i ri do t'u vinë në ndihmë të rinjve gjatë procesit mësimor, duke u mundësuar përdorimin e teknologjisë së avancuar në praktikat dhe projektet shkollore.